Zoti Olli, jemi me ju. Unë insistoj edhe pse duket ndonjëherë si, po themi, pyetje e mërzitshme, megjithatë për të kuptuar dhe për ta lexuar akoma edhe më mirë atë se çfarë po ndodh sot. Për çfarë votuan sot qytetarët shqiptarë në këtë mbështrimin tuaj, po e dua në mënyrë sa më profesionale. Pra çfarë u servir në këtë fushat nga gjithë aktorët dhe faktorët politik për të prodhuar ato që do të dalet pas këtij procesi? Atëre, unë besoj që kemi patur një kontrast të ndjeshëm në raport me subjektet politike që nisu do të thoja një kontrast i cili ka qenë i ndjeshëm edhe në zgjedhjet e 2021-shit, por këtë herë u bë edhe më shumë më i shprehur, më i prekshëm besoj nga të gjithë. Për hir të vërtetës, për te gjitha problematikave që opozita ka patur në gjykimin tim, qoftë në menaxhimin e situatës para zgjedhjeve, qoftë në raport me mundësinë se si kishte për të krijuar aleanca, jo koalicione, sepse koalicionet janë një çështje që për fat keq janë ndaluar pothuajse me listë zgjedhor. Nga pikpamja e fushatës, besoj që opozita ka qenë jashtëzakonisht e saktë në atë çka ju ka ofruar shqiptarët. Në kundërshtim me majorancën aktuale, e cila në tërë fushatën e saj, jo vetëm që nuk pati diçka konkrete për të ofruar, por unë e kam theksuar disa herë që problemi më i madh gjatë gjithë kësaj fushate ka qenë mungesa totale e llogaridhënies. Pra,